pikat kryesore në manualet e sigurisë për republikat, po them, është prokurimi publik dhe financimi i partive politik. Të paktën çfarë është shpallur. Prokurimi publik është për këtë, sepse droga është mbajtur si malli ose produkti që të pasuron. Por nuk është asgjë droga çfarë është tenderi. Kur filluan të njohin tenderin dhe sa e lehtë është me tender, dhe pa rrezikuar asgjë, dhe pa futur operacione transnacionale nga kontinenti në kontinent, u tha që tenderi është droga e re, ose diçka më e mirë se droga. Dhe droga tani të konsiderohet si diçka e ullët, e nivelit të dytë, që nuk është aq prestigjioze. Prestigjioze sot është tenderi, që grupet të futen dhe të marrin tendra, të marrin parat publike pa u lodhur dhe pa konkuruar me askënd, pa pasur rivalitet territorësh me askënd. Kanë vetëm një rivalitet sporadik në konkurencën me biznesmen të tjerë dhe për këtë, si duket, janë përpjekur të gjenë mekanizmat për t'i larguar dhe dëbuar nga konkurenca. Pra kjo është ulëritse në një farë mënyre, se e thash nga që ndodhin shumë skandale, i hapim si revista roz në tani skandalet. Jo, na është normalizuar skandali, që është një si një revist roz. Hape sot thot inceneratori, hape sot del skandali tjetër, hape nesër del skandali tjetër. Pra është normalizuar dhe më si qikën. Edhe drejtori policisë. Kjo është shumë e rëndë, se deri dje ne flisnim që grupet kriminale po investojnë për çuar, po kjo është tani... Kjo kanë dikuar dhe psikologjikisht tani. Shqiptarët nuk ta marrin seriozisht 1 milion eurosh. Ju thuash 1 milion euro, ju duket një shifër e vogël, nga që gjojnë televizor 20 milione, 30 milione, 40 milion. Po, kur shkojmë blej gjelin e ditit e kuptojmë. Po pra, po, në muhabet në tavolin, ti përmendesh dikuj 1 milion euro, del shomë 1 milion eurosh. Se jo ka mësuar televizori dhe skandali vazhdueshëm në vlera 20, 30, 40 apo 100 milion euro. Pra, këtu prokuroria, pra SPAK-u, do duhet të mbështetej nga të gjithë qytetarët shqiptarë për të bërë këtë punë. Nuk po them të mbështetej për tifozlik, por të mbështetej për t'i dhënë legjitimitet për të kryer punën. Pra, ky është, ata prokurorët tjerë duan legjitimitet për të kryer punën, se këto nuk janë asgjë. Ka afera të tjera brenda shtetit. Se të gjitha agjencitë, prokuroria, shiku, hetimet dhe gjithë të tjerët duhet futen dhe të hetojnë sepse janë celula brenda shtetit, të cilat do ta anullojnë dhe do ta zhbëjnë shtetin shqiptar. Pra shteti shqiptar praktikisht është i zhbërë në kuptimin e legjitimitetit dhe të funksionimit si ent legjitim. Mendoj unë. Drejt, dakord.